Çdo të mendoni sikur t'ju thosha se qeveria amerikane po përgatit kishën për diçka që nuk e kemi parë kurrë. Kjo ndodhi këtë javë. Televangjelisti i njohur amerikan Perry Stone këtë ditë ka pohuar diçka që tronditi komunitetet fetare dhe ato të ufëve njëkohësisht në të gjithë botën. Ai tha se disa pastorë në një shtet të pazbuluar të Amerikës u njoftuan nga individ të lidhur me qeverinë amerikane të përgatisin asamblet e tyre për diçka që do të zbulohet së shpejti, diçka të madhe. Kjo sipas tij përfshin anije jo njerëzore, materiale jo nga kjo tokë dhe, dëgjoni mirë, qenie reptiliane. A ju kupton diçka kjo? Apostolli Paul, rreth 2000 vite më parë, i shkroi komunitetit të Selanikut diçka që sot tingëllon shumë aktuale. Në 2 Thesalonikasve 2:11 ai shkruan: "Dhe për këtë arsye Perëndia do t'i dërgojë një fuqi mashtruese, që t'u bëj të besojnë gënjeshtarëve dhe gënjeshtrave." Pali po flise për kohën e fundit, për një mashtrim të madh global për diçka aq bindëse, aq dramatike, që edhe njerëzit e fortë në besim mund të shkatërroheshin prej saj. A mos vallë po i afrohemi kësaj kohe? Tani, le të jemi të sinqertë, askush nuk ka përmendur emrat e këtyre pastorëve në këtë takim. Asnjë dokument zyrtar nuk ka dalë, asnjë zyrtar nuk është identifikuar. Nuk është pyetja nëse Perry Stone ka thënë të vërtetën apo jo. Pyetja është, pse kjo ide, ky mashtrim kozmik, qenie misterioze, zbulime apokaliptike e tjera marrin kaq rëndësi për kaq shumë njerëz pikërisht tani? Pali e quajti mashtrimin e fundit shumë të fuqishëm, shumë bindës, diçka që duket e vërtet për shumë njerëz. Ndaj, pyete veten, nëse nesër televizioni do të transmetonte konfirmimin e jetës jashtëtoksore, ekzistencën e ufave, pra, a do të dijeti se ku qëndron në besimin tënd? A do të kishte besimi të themele të mjaftueshme për ta mbajtur? Mos nxito të besosh. Mos nxito të mohosh. Por shiko, pyet, verifiko. Lexo fjalën sepse ajo ka folur shumë përpara kohë. Qëndro të squar dhe vigjilent. Mëso të interpretosh shenjat dhe të kuptosh se sa afër është ardha e Zotit Jezus. Dhe mbi të gjitha, sigurohu që kur ai të kthehet, të gjej jo në gjumë, jo duke bërë qef, por duke i shërbyer atij. Bekime dhe Maranatha.